Sot do të flasim nga klinika gjermane e syve, do të flasim për një problem që në aktual, do të flasim për konjunktivitin alergjik. Me qenë se jemi në sezonin pranveror, e dim që këto raste gjithmonë në këtë kohë na shpeshtohen. Realisht është një problem që zakonisht prej moshat më të reja, do shumë edhe moshat më të vjetra, gjithsesi janë më të atakuar moshat më të reja. Dhe simptomat e para të pacientit që paraqitet zakonisht është skuqje e syrit dhe krurje mjaft të shprehur. Për arsye, nëse fëmijët e juve kanë këto probleme, është mirë të sillet tek mjeku i syve. Na gjithmonë e potencojmë tek prindërit që neve na vjen një bashkëpunim shumë i mirë edhe me alergologët në këtë rast. Nëse ne në apatet tona në mikroskopin tonë na shohim që një pacient e ka një konjunktivit alergjik, atëherë gjithsesi duhet të konsultohet edhe me alergologën. E mira që të zgjidhet problemin në tërësi e jo vetëm pjesë.